Të dashur ndjekës të podcastit Muhabet e Kulture dhe të portalit Almak Press. Sot me mu është profesori universitar, krijuesi i artit pamor, ikona e artit figurativ në trojës shqiptare, pra profesori nderuar Reshat Ahmeti. Mirë se erdhe. Mirë se u gjetë. Profesor, një pyetje që zgjon interes çdo herë tek të gjithë ata të cilët na e bëjnë pyetjen neve që merremi me art. Cili ishte ajo shkëndija e parë që u bëri të njëherë të pajtoheni me fatin që do merreni me art, por pastaj edhe që u shty drejt rrugës, pra ajo cili ishte momenti determinues që ju dha pra juve atë idenë se arti do jetë pjesë e pandashme jetës tuaj. Kjo pyetje, kjo dilemë, kur ka filluar, ditja e parë, unë besoj se njeriu kur mendon se është i pjekur dhe merr vendime, veç është vonë. Domethënë që ka qenë një kontinuitet, as këm qenë i vetëdijshëm se unë do të jem artist, se do të merrem me pikturë ose me ndonjë lëmi artistike. Ajo është pasojë e talentit. Si fëmijë non stop kam vizatuar, as nuk kam menduar se kjo është profesion se diçka tjetër. Kur fillon adoleshencia ose kur përpiqesh të bësh vendime të rëndësishme në jetë, është veç vonë. Ti ose je artist ose nuk je artist. Domethënë nuk bëhet me një shkëndi. E tash më kujtu do të bëjmë artist ose do të bëjmë diçka tjetër. A duhet të trashëgosh, duhet Zoti të të preke për ndonjë profesion. Ai që e ka zërin e mirë. Ai nuk vendos se tash do të bëjmë këngëtar. Ai veç duhet ta ketë zërin. Pra, shumë gjëra që ndodhen në jetë është me lindje dhe është me atë që i thonë pasojë e talentit e kështu me radhë. Pra, një lloj, nëse mund pak të bëjmë një digresion nga ajo që quajmë ne Muhabet e Kulture. Pra, edhe ju pajtoheni që disa gjëra janë të determinuara për njerëzit, nëse mund të them kështu, për lloj njerëzor. Si specie, pra neve, jo që vendosim se çfarë duhet, gjithsesi çfarë duhem të bëhemi, por në një farë forme jemi të prekur, siç e thatë vetë nga Zoti, pra jemi klasifikuar që në lindje se me cilin profesion pra jetësor do merremi. Shumë gjëra janë determinuar. Ja për shembull, nëse ke patur dëshirë të luajsh basketball, nëse s'ke latërsinë, do të mundesh. Pra, do të thënë shumë gjëra janë të kufizuar ose të determinuar para kohë. Posa qërish për art. Duhet të lindish. Nuk formohen artist. Është tash në kohën bashkohore, domethënë një stomatolog mund të mirret me kreativitet. Shpeshherë bëjnë gabime duke lidhur kreativitetin vetëm me artin. Kreativiteti është një dukuri shumë magjër. Por për art duhet të kesh shkafsi, duhet të kesh talent. Për të qenë solist, duhet të kesh talent për gjë, nuk mësohet. S'mund bësh doktori i violinës, s'mund bësh doktori i pikturës. Ata nuk janë gjërat që kanë empirikën në vete, mënyrën si të mësohet dhe si mund të bësh. Në art mund të mësosh të bësh zanatçi, të dish të vizatosh portret, peizazh, krijues dhe artist bëhesh është shumë mendoj që është një temë shumë më e gjatë të cilën duhet. Besoj se dhe përgjigjet e mia janë pak më gjëra. Po, unë në princip studentëve të dizajnit të them për të qenë dizajner të mirë duhet të jeni intelektual të mirë. Kur them intelektual të mirë, intelektual të ngritur gjithsesi si personalitetet të cilët duhet të lexoni vazhdimisht, duhet të jeni në trend me kohën, me të arriturat teknologjike, me të arriturat e artit, me historinë e artit, për të qenë tamam një dizajner i cili nesër që tenton nëpërmjet imazhit, tipografisë dhe gjërave tjera të dërgojë një mesazh deri tek publiku. Profesor, kur jemi tek filozofia e artit, ju jeni një ndër themeluesit e Fakultetit të Artit në Universitetin e Tetovës. Jeni krijues i gjeneratave të tëra artistësh, keni qenë edhe profesor im. Nga kjo perspektivë kohore, kemi arritur që të dalim aty ku kemi synuar që me formimin e Fakultetit të Artit, apo ende është një betejë që zhvillohet, vazhdon domethënë ai tentimi për të ngritur nivelin e artit figurativ, ku jemi në këtë fazë? Ja, unë domethënë jam dëshimtar i kohës dhe hapësirës të dy shteteve, të dy sistemeve kështu me radhë.
Viteve 90 në skenën e artit paraqiteshte Adem Kastrati dhe Reshat Ahmeti. Kohë mbas kohë Merkaleshi se ai jetonte në Paris. Gati një dekadë, domethënë ishte raritet shofish ekspozit të artistit shqiptar. Me formimin e universitetit, pikërisht Fakultetit të Arteve, veç filluan lëvizjet e para. Pedagogët që u angazhuan në Fakultetin e Arteve, sipas normave universitare, ishin të detyruar që të bëjnë ekspozita që të marrin thirrje. E fillimin viteve 2000, mbas marrëveshjes së Ohrit, filloi edhe të institucionalizohen të arriturat. Dhe tani unë nuk kam kohë të shofi gjitha ekspozitat. A viteve 90 ishëm mallzuar të shohim një artist shqiptar, përveç nëse vinte edhe njëri prej Prishtinës e kështu me radhë. Domethënë ishte një misionin kryesor, Fakulteti i Artit e ka arrit me nder. Domethënë, jo përveç që filluan pedagogët që kishin harruar se duhet me kriju, por edhe studentët që kanë diplomuar. Njëri prej tyre edhe juve. Domethënë, ne tani kemi drejtorat të institucioneve më të larta të kulturore. Kemi patur drejtorë dhe kemi drejtorë të galerisë kombëtare, që është niveli më i lartë institucional i shtetit. Tani kemi drejtorë të Muzeut të Artit Bashkëkor, që ka qenë ëndër më parë e kështu me radhë. Janë plotësuar të gjitha kushtet që artisti shqiptar më mos ankohet se shteti, pushteti e kështu me radhë. Posa që është artistë duhet më shumë të provokohen kur ka ndalesë. Unë kujtohem viteve 90-ta, këta kolegët e vjetër arsyetoheshin me shumë gjëra. Se s'kemi ku, ato janë vetëm arsyet se posa që është piktorit nuk i duhet shteti, institucioni, mund të pikturone, kurse ajo është pasuri personale, do më thonë, të ka nem zotit bësh piktor dhe të pikturosh, por kur gjejmë alibi dhe arsye, do të thot energjia dhe shtytja dhe adrenalini artistik është në nivel të ulët. Ne kemi studentë të mrekullueshëm që kanë mbaruar. Mirë po tash është një botë globale, edhe betejë është më e madhe tani, se edhe konkurenca në thojza paraqitet më tepër, edhe ne kemi tash artistë të rinj të cilët mund mbure, mund të kenë ekspozit kudo në botë, edhe mos turpnohemi si institucion, si Fakulteti i Arteve, ashtu që mund të them se ka plotësu qëllimin kryesor. Po. E tani, a mundet ma mirë, a mundet ma keq, ata janë gjërat relative. Gjërat cilët duhet të diskutojmë. Fakulteti i Arteve të Tetovës e luajti rolin ashtu siç duhet. Ne mund të kemi amonizitete, mos kuptime, e kështu me radhë që është procesi jetësor. Njeriu edhe me vetveten i dhënohet kur mbet me të tjerë. Po, si zakonisht unë them, në mëngjes e kam vinot vetëm pastaj kret dunjon, po. Mund të themi se Fakulteti i Arteve e ka kryer domethënë misionin e tyre. E tash si do të zhvillohen, si do të mbijetohen, më është tjetër tregim. Kur bisedojmë për këtë konkurencën që është kriju, edhe falë se çdo medalje ka dyonet e saj, pra, edhe zhvillimi i madh teknologjik, pra ka ndiku që qasja deri tek arti të jetë më i lehtë. Pasi para 20-30 viteve gjithsesi për të pa një pikturë, detyrimisht u deshte me shku me vizitu një ekspozitë ose me prit ndonjë dokumentar të MTV2-shit, ku ndonjëherë u bënte ndonjë emision, ndonjëherë jo. Tash kemi podcaste, kemi emisione, kemi kanale të ndryshme në YouTube, në rrjetet sociale, gjithandej pra ka një eksplodim të artit, duke isha thonë, dhe qasjes publikut vis-a-vis punimeve të cilet ne i plasojmë. Por a jemi ne si shqiptar, atë po diskutoni më herët edhe me gazetarin e mirënjohur nga Shqipëria, Fatjona Geci, a kemi ne mundësi dhe a kemi arritur si shoqëri shqiptare në pikën ku më duhet në një farë forme ta klasifikojmë kuantitetin dhe të bëjmë vlerësim real të artit të cilët po e krijojmë? Pa, me formimin e kushteve të reja, u formu ambient artistik. Me ata përveç vlerave fillojnë edhe anët negative. Ju të ngjeni tani kemi paraqiten grupe klanore, me proteksionizëm, me nepotizëm, çdo grup gradualisht formojnë grupe të vogla të cilat e madhështojnë vetveten, e ignorojnë tjerit e kështu me radhë, mirë por ata janë sëmundjet fillestare të marrjes me art, se çdo kush që mendon se ka bërë një ekspozit, mendon se e ka okupu botën me vlerat e tyre. Ne kemi tani tash unë shpeshherë them pse shoqata shqiptare funksionojnë 1 vjet, 2 vjet
pas vitit 3 zhduken ose kështu me radhë. Ndërgjegja dhe pastrimin mes botës të vete personale dhe ti jesh pjesë e një shoqërie nënkupton nëse je antar i një shoqatës, gjysmën e autoritetit tënd, sovranitetit tënd ja dhuron shoqërisë. Bën sadaka, ne themi. Për shumë mirë, po është paraqitur që koha dhe egoizmit, është paraqit koha e 5 minutit të famës së çdo njëri. Pret se tani është momenti dhe shkelim mbi të vdekurit vetëm të arritjet dhe sukseset sa i e njohur në shoqëri, ato janë irrelevante sipas vlerës që e ke ti. Unë shpesh u them studentëve, ke zgjedh artin ose arti të ka zgjedh ty, ti je fituesi që në fillim në jetë. S'ke nevojë të vuash për ti jesh i njohur, ti jesh, ai do vjen si pasojë ose nuk do të vinë pasojë, se shoqëria ka dhimbje të tjera përveç artit, kulturës e kështu me radhë. Mirë, po unë shoh edhe kam pas ndërgjegje se me të vërtet duhet t'jap. Unë më shumë në këtë aspekt më shumë kam polemizu për të tjerit se sa për vete. Më shumë në Ministrinë e Kulturës jam ka qafit për të tjerit se sa për veten. Mirë, po këta lojnat, këta dëshirat për të qenë shumë i njohur, pa kushte dhe pa vlerë. Pasojë gjithashtu të kohës të kësaj bote të cilët duhet të jenë të famshëm e kështu me radhë. Fama nuk do thot asgjë nëse nuk je i lumtur në atë që e bën. Ja për shembull, pikturon dhe je i lumtur, nuk je i famshëm, e tash çka do të bëjmë? Ose siç është edhe thënia, bëj atë punë që dëshiron, gjithsesi dhe kur njëherë nuk do të punosh. Kështu është i vjen ajo. Pa Charles Bukowski ka një thënie, 98% të popullatës në botë e urrejnë punën e vete, por nuk duan ta lëshojnë për shkak se frikojnë. Vetëm 2%. Unë besoj se ata 2% janë artistët. Janë artistët, po. Ne si zakonisht jemi oponencë e sistemit. Në princip. Jo oponencë, të je vetëm ne i thëna dëshimtari i kohës hapësirës të gjitha ngjarjeve. I shohim ndryshe i perceptimit. Profesor, unë nuk dua që të zhvillojmë më shumë këtë bisedë, këtë bashkëbisedim ose siç e quajmë ne muhabet e kulture, në kontekstin filozofik të artit, pasi që do ju hyjë ndërhak. Pasi sot ju kam ftuar edhe të flasim edhe për ju. Dhe për punën tuaj, siç e tham, jeni ndër artistët e parë të artit figurativ, një emër i regjum i skenës së artit, dhe ekspozitat e juaja janë mbi 50 sosh personale dhe me qindra kolektive. Keni mbajt ekspozita nga Pekingi në New York, nga Berlini në Zagreb. Më thuani, nga gjithë ky opus i veprimtarisë tuaj, cila do të kishit veçuar që kanë qenë shembull ato shtyllat, themelet e karrierës suaj 2-3 të cilët janë veçuar dhe kanë lënë mbresat veçanta tek ju. Nëse mund të kështu të shprehem, shembull kemi kaluar 5 shkallë, kur kemi mbritur e 5-ta, pra kjo është e 5-ta. Pastaj kemi vazhduar edhe 5 shkallë tjerë, pastaj edhe 10-ta, pastaj kështu me radhë. Kështu ekspozitat nuk i numëroj, po ekspozitat personale janë mbi 70 gati. Kërkojnë pjesë për... Jo, e para ka qenë në Vjenë, atë e mbaj mend. E para? Po. Unë isha student të thënantën para diplomimit, e mora terminin 1 vjet para, që ishte një eksperiencë e parë, domethënë ekspozita ime e parë. Internacionale? Ndërkombëtare gjithsesi? Absolutisht ekspozita ime e parë. E para ka qenë direkt jashtë shtetit. Jashtë shtetit. Domethënë edhe që më kanem që tani non stop jam jashtë shtetit. Jashtë shtetit, po. Shpesh thon. Atë mbaj mend ekspozitën në New York në 97-ën. Kishte për mua një as nuk kam ndru, domethënë unë kam pikturu dhe mirë, po gjërat unë shpesh them kur e ke në jetën e mirë, Zoti ta ti çelën rrugët. Ti çelën rrugët. Në New York, e pastaj këtë tjerë që kanë ardhur, këtë janë të veçantë. Mund të këta që janë më të freskët në Mimara që kanë patur ekspozit, Muzej Mimara, aty rrallë artist që kanë patur, ka qenë shumë në nivel më të lartë të mundshëm. Tani kanë pronë veprën time, ku është Bruegel, Rembrandt, Tizian, edhe vepra e Shatametit është aty. Pastaj që e fundit që mora një çmim isha në Doha, në ekspozitë ndërkombëtare, mbi 300 artistë. E dim se ata organizuan atë
Fonëm ne për futbollin, kampionin për futboll, edhe ata kanë ambisje edhe në art. Do më thonë, paraqita një orë për masterclass duhet ta paraqesish edhe duhet të ta pranojnë ekspertët botëror. Ti ma pak ishin të punësuar të Katarit, këtë ishin ndërkombëtar të jashtë. Ashtu funksionin si zakonisht ata të cilët duan të arrijnë suksese. Këtë ishin në nivele më të lartë, do më thonë e pranuan temën, e duhesh ta prezantojsh dhe ta demonstrojsh. Para 7 panelistë nga 1000 vetë përpara në gjuhën angleze, mendoj se e bën atë në mënyrë aq të mirë që edhe dhanë edhe çmim për atë. E ka shumë momente në Peking, gjithashtu në Paris, e kështu. Kur jemi te Parizi, e di që ka qenë prezent edhe indjeri shkrimtari i madh shqiptar Ismail Kadare, edhe ka bërë vlerësim të pikturave të juaja. Dhe nuk më kujtohet citati thënjes së tij për pikturat, por ka pas të bëjë diçka në një mënyrë të re të paraqitjes së tradicionales në pëlhur. Kështu diçka ka qenë citimi i tij. Kërkoj ndjes për mos citim korrekt, por ndoshta ju mund të më plotësoni. Po e thonte kështu. Reshat Ahmeti nuk e bie Ballkanin në Evropë, Evropa vjen në Ballkan, domethënë. Po pra. Evropizoi Ballkanin. Ajo është kishëm erdhë në atelje, isha në dreki, kishëm disa biseda, domethënë ishte shumë ashtu i sinqert dhe i drejtë. Atë që e mendon ti ta plasën fytyrë dhe pagale. Mirë, po ja, çuditërisht i pëlqej shumë sa ti je artist bashkëkohor, jo në mënyrë të vrasht, e prezanton mirë e kështu. Se nuk kujtojnë edhe bisedat, por pash se ishte i motivuar dhe shkruajti edhe një tekst për aty. Pastaj edhe Luan Rama ishte aty, edhe ai është një briljant shkrimtar, qenje njerëzore mirë, unë shpesh herë nuk më duhen njerëz të mëdhenj, nuk më duhen profesionistë të mëdhenj, duhen njerëz të mëdhenj, se çdo kush mund bëhet profesionist, por njeriu është shumë vështirë. Profesor, në formën të cilën ju keni vepruar, rrugët të cilët u keni hap gjeneratave të reja, gjithsesi neve, studentët juaj, mendoni sot se ja vlen që të merret me art? Një artist, mendoni që duhet të synoj, të ushtroj talentin e tij, të prekmen nga Zoti, siç e thamë më herët. Në këtë kohë kur teknologjia po i zhvendos busullat e vlerave. Së pare ka borç ta respekton vetveten. Se atë ka thirrje, aty është më jaftë, aty gjendet më mirë, nëse gjendet më mirë, edhe unë shpesh herë them kur më pyesin cili është çmimi më i rëndësishëm, s'kam unë, vetë çmimi më të madh që kam që pikturoj, është një ai që më vërtet është krijuar, se dhe njeh procesin e krijimtarisë dhe të shohë se asgjë s'është e krahasueshme. Edhe nuk nëse vendon matematikën e sapin dhe interesin atëherë më mirë lije artin. Me shumë kolegave nuk shiten vepra nëse ke konceptin lekun, miru bënu bankar, miru me biznis nëse ke forcën aty. Futu në tregun e parës. Është shumë e thjeshtë. Tash tregu është pak specifik në art, nuk është duhet të jetë artisti i durueshëm. Është të vinë momente kur do të shes, edhe ajo punë të ndodhe, por edhe nëse nuk ndodhesh nuk është tragjedi. Problemi më i madh të lumturisë, unë besoj te njeriu është të bëhet e vetvetja. Nëse e gjen mënyrën ta shprehë vetveten, ekzistencën e vet, është arti. Nëse interesi i tyre është që të bëhet i pasur, të ketë kështu, ai ka forma tjera, edhe bota e artit tani shkon para. Mirë, por nuk do të thotë se do ta zavancone asnjë artin muzikës klasike nuk e ka zëvendësu asnjë lëvizje të re muzikore. Edhe s'mundet, se është bazë e gjuhës muzikës. Fëmia, nëse nuk tregon aftësi për të vizatu, për pikturu talent, ai nuk është i talentuar. Nuk e di çfarë drejtime të reja, edhe këta përpiqjet e reja që janë me art performance, me digital, me koncepte, me kështu. Ata janë produkte e kohës të kështu me radhë. Por asnjëherë ata s'u zavancojnë ajo që është pikturë, ajo që është të lënë shenja, gjurma, dora e atit, jo veglat edhe gjëra. Poteza, lëvizje, shpirti i atit. Se taktilja, ajo që është që vjen nga ty është e pazavancueshme. Unë kur pyetëm edhe une, si një lloj artisti që se kjo apo ajo, thëm unë e bëj kur ulëm të punoj plakatin, pikturën, pa marrë parasysh grafikën.
mu më intereson njerë të përmbush vetën. Në momentin që unë kam përmbush vetën, kam arrit qëllimin. Pastaj, në atë 100%-in, mund shtohet një 10%, nëse shoh që edhe dikon tjetër kam prek më mënyrën të cilën unë e kam realizu artin tim, atëherë jemi okay. Kështu e konceptoj pra parafërsisht ato pritje se ne mendojmë se kur artistët e ri si zakonisht bin shpesh në depresion shkaku që nuk e marrin vlerësimin e duhur dhe nuk e marrin aplaudimin sipas atyre të cilët e meritojnë në tojza, por realisht kjo është pra, ne duhet fillimisht të përmbushim veten, pastaj edhe refleksioni i punës tonë në shoqëri, pastaj është çështje subjektive në fund të fundit. Është arti, është subjektiv, dikujt i pëlqen, dikujt nuk i pëlqen dhe në fund të ditës pra përfundojmë me dëshirat tona. Profesor, çfarë duhet të bëjmë plus diçka në kontekst të botës akademike si shqiptar? Jeni njeriu me të cilin mund të diskutojmë lirisht tu edhe në këtë format të këtij podcasti, kur sot kemi më pak student të pikturës, kur sot kemi më pak të interesuar për të studiuar artin në përgjithësi. Ku duhet të prekim, cilët tela duhet të lëvizim, që të bëjmë më shumë? Duhet të ndjekim kohën ajo që do të thotë propagandë. Ofertat që janë në shoqëri janë shumë ndaja, për shembull jo vetëm për dizajnin grafik, veç lëmi tjerë arkitekture kështu më radh, diçka që ne i thëna si ofertë e cila mundson ardhmëri të mirë e kështu me radh. Ne s'u ndalim ngara me ata, se realisht neve na mungon përveç që kemi pak student. Ajo ka edhe shumë sfera tjera pse është ashtu. Nuk është vetëm pse ka pak student, domethënë nataliteti është katastrofë tash te shqiptarët. Migrimi ka qenë edhe në ish Jugosllavi në njëjtën mënyrë si është tani. 4 daje kam patur në ish Jugosllavi, këtë kanë qenë jashtë. Migrimi është i njëjtë, por nataliteti ka ra duksh. Por i pëshë mësim në shkollën fillore, 4-5 fëmijëve me një familje i pëshë mësim. Nëse ndodhte për shembull një pjesë i familjes se linte fëmijët e kështu me radhë. Domethënë është një pyetje shumë komplekse. Sa për art, domethënë tash ka ra trendi për art, tani më shumë shkojnë ata që janë vizive, që shihen, që arriten më shpejt. Më shpejt arriten bëhet këngëtar, më shpejt arritet bëhet aktor, ose më shpejt diçka që është animator, ilustrator, që ka përfitime kështu me radhë. Domethënë jemi bërë një botë brutal kapitalist, ku interesi i parë është jo aspekti shpirtëror, edhe ne kemi një shoqëri e cila nuk intereson aspekti shpirtëror, po ajo ekonomik dhe ekzistencial. Ndërsa më parë ka ekzistuar një normë, një etik, një moral, një subvencion. Ishte diçka që u subvenciononin edhe ato të cilët ishin. Nuk është vetëm se arti figurativ, nuk profesorët ose nuk punojnë shumë mirë ose nuk jashtë dorëve të ne kemi profesorë të mrekullueshëm që punojnë fakulteti i arteve, ne tash pa patetizëm e pa ashtu. Profesorët tanë non-stop kanë punu, ma shumë kanë qenë me studentët se sa unë kur kam qenë student, ose tani më shku t'i vizitojsh, mos si parafrazoj, s'unë gjeshte profesorin në klasë, ku t'shkojsh tani më shku. Mirë për tek neve dhe gjish profesori, rinë aty. Ne kemi edhe një, me qenë se fakulteti dhe universiteti është formuar nga populli, jo nga institucionet, me shpirt edhe ende na ka mbet idealizmi. Mirë po, është një pyetje shumë kompleksive, edhe unë besoj se dhe shkon edhe më poshtë. Interesi për vlerat shpirtërore në këtë moment është zero. Besoj se mbas debaklit të kësaj interesi tani që është, të shihet se do ketë një rifillim. Rifillim, se ata janë cikle, periudha kohore me të cilën një shoqëri merr. Kemi patur periudha ku në art figurativ s'ka pas shansat pranoj, ka qenë shumë vështirë mbi 100. Tani shumë paka. Unë besoj se këta janë cikle, nuk janë nga pasoja e veprimit ose mos veprimit, por janë ciklet të shoqërisë. Nëse me meritojnë të janë profesorët e fakultetit të arteve të tokës, të cilët me vërtet punojnë. Unë mund me dënjani mos pajtohem ose kështu me radhë mirë, po në tërësi ne do duhet të mbjetojmë që këtë kohë një kohë të pakohë. Kohë të pakohë. Profesor Rëshad Ahmeti, ju falenderoj shumë për konsideratën, për mundësinë e bashkëbisedimit dhe mohabetit që vëmë sot, dhe shpresoj që të takohemi në
ekspozitat e radhës, në projektet e radhës të juaja dhe shpresoj që të takojmë edhe një herë pse jo në këtë format për të bashkëbiseduar edhe për kontekstin pra shoqëror, social dhe filozofik të artit. Ishte kënaqësi ti të uroj durime dhe të vazhdosh edhe më tutje çdo gjë që ka bësh për art, që ofrosh për art. Është e mirë se ardhur edhe është një melem në këtë shoqëri të trazuar në aspektin shpirtëror. Faleminderit shumë. Të dashur ndjekës të podcastit Mohabet e Kulture, deri në takimin e radhës, miru pafshim.